Shembe Torre de Conti në qendrën historike të Romës, një punëtor në Rënoja. Një ngjarje rënd ka tronditur këtë në qendrën historike të Romës, ku një pjesë e Torre del Conti, monumentit mesdjetar pranë forumit perandorak, është shembul papritur gjatë punimeve të restaurimit. Sipas mediave italiane, shembja ndodhi pak pas orës 11, ndërsa 11 punëtor ishin duke punuar në vendin e ndërtimit. 5 prej tyre ngelën në Rënoja. Një 64 vjeçar pësoi dëmtime të rënda në kokë dhe u transportua në gjendje kritike në spitalin San Giovanni. Një tjetër punëtor mbeti ende i bllokuar në Rënoja, por raportohet se është i vetëdijshëm. Zjarfikësit arritën në vend ngjarje brenda pak minutash duke përdorur kamion me shkallë dhe njësi të specializuara shpëtimi për të nxjerrë punëtorët e bllokuar. Gjatë operacioneve, një shembje dytë nga çatia e Kullës solli një re të madhe pluhuri dhe mbuloi disa prej zjarfikësve, të cilët fatmirësisht mbetën të padëmtuar. E gjithë zona e forumeve perandorake dhe Largo Corrado Ricci është mbyllur nga policia lokale, ndërsa qarkullimi i këmbësorëve dhe automjeteve është devijuar. Teknikët bashkiak dhe ekspertët e mbikëqyrjes po vlerësojnë qëndrueshmërinë strukturore të monumentit për të shmangur shembje të tjera. Ministri italian i kulturës Alessandro Giuli vizitoi vendin e ngjarjes dhe u informua mbi situatën e operacioneve të shpëtimit. Prokuroria e Romës ka hapur një hetim për dëmtim nga pakujdesia për të përcaktuar shkaqet e humbjes. Hetuesit po shqyrtojnë mundësinë që incidenti të ketë ndodhur për shkak të defekteve strukturore të pjesëve të vjetra të kullës ose problemeve me skelat. Punëtorët në Torre del Conti po realizonin me fonde nga plani kombëtar i rimëkëmbjes dhe rezistencës në RRP dhe pritet që vendi i ndërtimit të mbetet i rrethuar nga forcat e rendit deri në përfundimin e hetimeve.